Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, data sot është 19, muaj është i 5, viti 2026, ditë e martë në Tetov. Dhe si zakonisht Tetova në këtë kohë nuk ka pritur mot të këtill. Çdo gjë përfundonte me 6 maj, ditën e Shëngjërit. Dhe pastaj tek tuk. Mirë po si vjet po mba pak më gjatë moti ndryshuesh, sikur politika në Maqedoni. Do ndalemi pak në atë që sot në Tetov po diskutohet, por edhe po qeshet. Pse po diskutohet dhe pse po qeshet? Bilal Kasami vërtet është duke tepruar. Ka dalë në deklarat këshilltari i më mirë për Tetovën, Agron Arifi, sot me deklarat. I shifni këta në fotografi, dhe kanë nxjerrë fotografinë e gjithë këshilltarëve të Vlenit. Këta nuk mund të jenë këshilltarë me emra të përveçëm, por janë grup marionetash me numra të caktuar që të dëllohen nga njëri tjetri. Duart e tyre janë në komandën e shefit, i cili përdor kur dhe si kujtohet, pra bëhet fjalë për Bilal Kasamin. Të zhveshur janë nga dinjiteti këta këshilltar e dëmtojnë qytetin pa pikë emocioni. A keni me pak tur. Dhe këshilltarët e Vlenit sërish tik pas shpinën tetovare. Makineria votuese e Vlenit shkaktoi dëmin e radhës Tetovës dhe qytetarëve të saj për hir të përfitimeve private. Këshilltarët e koalicion Vlen VMRO votuan për legalizimin e një objekti ku me planin detaj urbanistik BU 29 të qendra sportive është e parapar një garazh me kate 5+P. Me kapacitet prej 1425 vend parkime. Me këtë veprim, këshilltarët e shumicës i shkaktuan Tetovës një dëm prej 1425 vend parkimesh minus. Ndërsa i amendsojnë personit privat që në të ardhmen të privatizojë tokën në lokacion atraktiv me vetëm 7 euro për metër katror në zemër të qytetit. Ashtu si në rastin e monopolit, vërtetohet përsëri se kjo udhëheqësi komunale është e gatshme ta shes Tetovën pëllëm për pëllëm, pa pasur asnjë konsiderat për nevojat dhe interesat e tetovarëve. Dhe dini për cilin vend bëhet fjalë. E dini ku është ai udhkryq që atje te qendra sportive dhe vazhdon poshtë shkohet ka stacioni autobusëve. Aty. Allah li ka Bilal. Vërtet është fenomen. Kjo është e papar. Edhe Irani po të vinte këtu, pa ai nuk do e bënte një gjë të tillë. Mos flasim për Amerikën, se ata nuk drejtojnë. Çfarë nuk do dëgjosh? Ai ose është shumë i kapur ose është diçka total jashtë kontrollës. Pra, Tetova po vuan dhe kanë filluar njerëzit që të kontrollojnë mirë të gjithë dokumentacionet e shtëpive. Si dihet, më keq se sa komunizmi. Por, unë e di se kush do i vije hak. Vetëm gjykata. Ky për të përfunduar prapa grillave, pra në burg do përfundoj. Jeni të sigurt. Por, atash a më vonë nuk e di. Për më vonë po, por për tash nuk e di. Dhe, sepse VMRO të pëmëne ende kontrollon mjaft mirë prokurorin, gjykatën dhe polici. Çdo parcel ka historiatin e vet. E kujt është, e kujt ka qenë, si ka ardhur te ky. E mbani mend ky tipi tashmenimi 425 parkingje minus, çfarë thoshte? Do bëj në kodër të diellit 900 parkingje. Në te që thujnë nane. Edhe më keq. Në Tetov tha nuk ka për të bërë asnjë. Pse Bilal Kasami nuk tregon kë ka në koalicion në ndërtim me komunën e re? Dhe si është bërë, sepse dikush po investon aty, ata s'kan faj. Dikush po investon. Dhe si është kontrata me atë që po investon aty? Te komuna e re. A do t'i paguaj komuna qira ati për ndërtim, apo ai do t'i paguaj qira komunës, ende nuk ka publika asgjë. Shkreti nuk ka faj. Fajt i kanë disa gjëra të tjera. Pra, po them, edhe Irani po të vinte këtu, nuk do bënte një gjë të tillë. Do të respektonte.
Nuk e përmendi kot Iranin. Nuk e përmendi kot Iranin. Në Maqedoni ka deportuar thellë. Dhe për atë këta nuk deklaron a janë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës në luftë me Iranin apo me Iranin. Okej, nuk është okej. Nuk është okej. Atë dëgjojmë se çfarë thoshte Bilali më 30 e 12 2023 për parkingin. Janë identifikuar dikund rreth 13.000 vend parkime në qytetin e Tetovës. Me këtë ne besojmë që përfundimisht zgjidhet nevoja për vend parkime. Në hyrjet të Tetovës, së paku në 3 hyrjet të Tetovës të ketë zgjidhje të parkimit të përkohshëm të gjithë atyre që vinë nga komunat përreth dhe prej aty të shfrytëzojnë transportin publik dhe të lëvizin brenda qytetit. Tetovë, më shumë se sa nevoja për vend parkim, ka të bëjë me mendësinë tonë që të parkojmë aty ku nuk duhet të parkojmë. Prandaj, me kërkesën tonë, Ky zotëria vetëm le del ky është për çdo ditë kur shkon në punë. Se si parkohen në vend parkinget që nuk janë për qytetarët, por janë vetëm për kryetarin e komunës para hyrjes së derës kryesore të komunës. Vetëm le del le të shef. Dhe pse nuk e thret polici? Dikur në disa deklarata kur ishte BDI-ja ende në pushtet qendror, akuzonte policinë se ajo po krijon kaos dhe ki s'ka çka të bëj. Tash ja e keni në kontroll policinë. Nëse nuk është familjar jot në shallnik i policisë. Nëse nuk është, a është? Pra, dhe tash kush i ka fajt? Komuna e Tetovës është në 3 komunat ku do të nisë më thonë implementimi i projektit Qyteti i Sigurt, do të merren masa konform ligjit të ri, që nuk do ketë nevojë polici të pres shoferin e automjetit dhe t'i bëj më thonë dënimin apo globën që duhet t'ja parashtroj dhe jeti ta nënshkruaj, nuk e nënshkruaj procedurat cilat. Po pra, diktohet se me Shqipen pengohet shalo. Edhe një herë. Duhet t'ja parashtroj dhe jeti ta nënshkruaj, nuk e nënshkruaj procedurat cilat kanë qenë të komplikuara. Globën që duhet t'ja parashtroj dhe jeti dënimin apo globën që duhet t'ja parashtroj dhe. Po pra, glob. Çfarë do të dëgjosh? Ashtu është kur ish me Nikolovskin gjithë ditën dhe merresh vesh se nga do lëviz vija e ndërtimit në komunën e Tetovës. Vitin e kaluar personalisht Bilal Kasami ka marrë pjesë atë që quhet lëvizja e vijës të ndërtimit për komunën e Tetovës në fushat pjellore. Dhe tash e keni, pra këtyre ditëve u bë afere madhe me Saraqinën. 38.000 metër katror për 37.000 marka, kështu euro, falni. Okej. Dhe nuk është okej sepse dikush po e keq përdor këtë. Jemi gjallë dhe do shohim e bëjmë thunë. Dhe prap do dalem edhe pak në komunën e Tetovës. Bilal Kasami nëpërmes Këshillit Komunal sot ka pastruar rreth 71 milion denar për ndërmarrjen publike komunale të Tetova. Pra, ka miratur mbulimin e humbjeve për ndërmarrjen publike komunale të Tetova në vlerë për 71 milion denar. Dhe kanë paraqitur si sukses paguan rrogat e metra për 4 muaj për 150 punëtorë dhe kontributet e papaguara për më shumë se 1 vit. Për çfarë kanë të shkretet punëtorë? Ja ta zëm, unë nuk po e pranoj, nuk kam pasur njohuri se patjetër pas një afati, nëse kalon 1 vit, 2 vit ndërmarrjet komunale shtetërore, do duhet edhe ta paguajnë atë që quhet kontributet shëndetësore, edhe pse tash këta nuk kanë mund të shfrytëzojnë as në atë kohë, as në këtë kohë, sepse nuk ka kthim prapa. Një retroaktive nuk mund të mjekohen për vitin 2024-2026. Çdo gjë në kohën e vet e ka peshën e vet. Okej, qenë ka liq kjo, se ndërmarrjet pa paguar edhe të prapambetur shëndetësinë nuk mund të llogaritin edhe këto tashë të tjera. Dhe çfarë kanë të shkretet punëtor? Ndrove drejtorin, ndrove stafin, kjo është logjika e parë në biznes. Kur shkojnë punët, ndrohet stafi, nuk dini vëllezër ta udhëheq. A që putheni, është çështje tjetër, e punë e juaj. Ky e kryetar, ky e drejtor, ky dhe është çështje e juaj. Pra, 4 muaj mos marrin rrogë 150 punëtor, sa ata s'kan familje, kaloi Bajrami i
ma të është gjeni vogli, çfarë nuk do të gjosh. S'ka në Tetov, kjo është e pabesueshme. Jo, nuk është e pabesueshme, është e besueshme, sepse shifni kush na udhëheq. S'ka pas lidhje me atë që profesionin e ka. Të dashur qytetar, është data 16 janar 2022, jam në Facebookun e Bilal Kasami. I shqetësuar për kaosin urbanistik që shkaktohet në kodrin e diellit, sidomos ditëve të fundit të fundjavës, mungesën e parkingeve, ju njëtoj si sekretar komunës së bashku me ekipin tim, po bëjmë të pamundurën për të gjetur zgjidhjen e këtij problemi. Si pjesë e saj është paraparë dhe rindërtimi i teleferikut të qytetit, simboli tonë Tetov, kodri i diellit, po ashtu ftoj për bashkëpunim institucionet e pushtetit qendror, shoqërinë civile dhe të tjerë për të dhënë ndihmësen e tyre në hartimin e planit detaj urbanistik. Gjithashtu, si pjesë e planit për vitin 2022, është paraparë ndërtimi i parkingut në katën e kodrit të diellit, e cila do të krijonte mbi 900 vende parkimi. Qesh është nga Zorti. Ta dëgjojmë se çfarë tha. Po, sigurisht që patëm një plan dhe 2022 deklaruar që nuk është çështje që varet vetëm drejt përshtatërit nga komuna, por pra bëhet fjalë për hapësirat të cilat duhet komuna të ketë në dispozicion që të bëjë edhe plan për zhvillim. Kur i pat në dispozicion i shiti krejt. Kujdes, mbajini dokumentacionin në shtëpi se si dihet. Mund të rketë dikush të dera thotë, kjo pjesa këtu mbas është e imja. Çfarë nuk do të dëgjosh? Çfarë nuk do të dëgjosh në Tetov? Çfarë nuk do të dëgjosh? Dhe atë që themi se për Universitetin Shtetëror të Tetovës sot si tallje se mund t'ua merr thotë, ka disa muhabete për disa pjesë edhe atje. Interesant. Atje disa pjesë nuk kanë të definuara deri në fund. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Dhe sot lajmi i cili më ka shqetësuar, vërtet më ka shqetësuar, se vetëm ambasador i shtetit shqiptar, unë kam pas punë nga viti 1992 me mediume me gjithë ambasadorët këtu, qofshin ndërkombëtar, qofshin edhe ky shqiptar, i vetmi që është dalluar dhe ka qenë më pranë popullatës shqiptare këtë Maqedoni, Denion Mejdani, si duket sipas gjitha gjasa, për shkak të kërkesës non-stop të Vlenit dhe të kërkesës së VMRO-s kryeministrit, do largohet nga Maqedonia dhe do shkojë në Kosovë ndrim ambasadorësh, ai Kosovës do vinë në Maqedoni. Vërtet është kjo rënqetëse. Kush nuk e ka ofenduar? Kush çfarë nuk i ka thënë? Duke filluar nga shumë udhëheqës përveç Izzet Meçhit, të gjithë me rend, të gjithë. Dhe në fund edhe Saranda i merri. Interesant. Por mbi gjitha, një drejtor i Vlenit e ofendoi edhe më keq. Duket atje diku në kulturë, një drejtor, një institucioni kulturor në Shkup. Çfarë nuk do të dëgjosh? E ka ofenduar shumë keq. Po të ekzistonte këtu për fjalën e lirë ligji dhe ajde vërtetohet se ky është asoj tipi, vallai po. Ai nuk do delte nga burgu asnjëherë, ai drejtori. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj me pra. Është shqetësuese dhe më akuzë se ai ka organizuar protesta studentore. Pse Denion Mejdani ka fajt që nuk u zbatua nga viti 2018 e këndej ligji për përdorimin e gjuhëve, Denioni? Interesant. Po unë e kam thënë dhe them, BDI nuk ka gisht edhe pse sado që thotë se qëndrojnë mbas protestave, kështu kuluarove në prapavi, në nën tokën politike. Se politika ka edhe sipërfaqen, por ka edhe nën tokën. Nën tokë ai përgatit shumë çka që dalin në sipërfaqe pastaj. E dini atë muhabetin, atë që nuk e bën kryesi ka super kryes. Pra, të jep një detyrë nuk e krysh dhe vjen super kryesi, nuk merret më me detyrën tënde, po merret me ty pse se ke kry punën. Dhe BDI-s kush nuk ka të troket në derë, sepse ata bën pasuri vetëm për vetë dhe për asë tjetër. Dhe. Nuk është dhe, por unë vazhdoj më tej. Pra, Ferit Hoxha gati është të largojë ambasadorin shqiptar nga Shkupi Denion Mejdani nga posti i ambasadorit në Shkup për shkak të pakënaqësive të Vlen VMRO. Po pra. Do mbyll para kohë detyrën në Shkup. Jo zyrtarisht thuhet se arsyet e lëvizjes janë ankesa dhe pakënaqësitë e koleksionit Vlen dhe VMRO dhe diplomatë shqiptar për qëndrimet e tij në debatet dhe diskutimet që kanë përfshirë politikën maqedonase që kanë lidhje me pakënaqësitë shqiptare për çështje të ndryshme. E fundit ajo për gjuhën shqipe shuan A2 CNN shqiptar. Sipas burimeve për A2 CNN, Mejdani mund të emërohet ambasador në Republikën e Kosovës, ndërsa Petrit Male në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Pra, nuk është konfirmuar zyrtarisht, por është lajm i cili 100% thotë
A2 CNN televizion në shtetin shqiptar. Çfarë nuk do dëgjosh. Pra, shqiptarët me qenë për çfarë herë mund të mblidhen tash të protestojnë kundër largimit të tij. I vetë njëri që ka qenë i afërt, pra i rrezoi të gjitha mitet së ambasadorët rrin roller ashtu, thuaj shti si Brezhnevi, ashtu i bëshin vetullat, ashtu i bëshin fytyrat që mos jenë të afërt, sepse për ta bërë bauk një punë, ashtu bëhet bauk pra, që mos i afrohesh. Si Bilali që ka krijuar një mit të rreshëm rreth vetes. Po ashtu edhe Izet Megjiti. Një janë. Po e përmendë Bilalin, ndjes edhe Izeti e bën një të gjë. Po e përmendë Izetin, ndjes edhe Bilali e bën një të gjë. Kështu janë. Dhe asesi të sqaroj se çka u tha Mickovski. Mickovski nga ajo që kam informata brenda qeverisë së Republikës së Maqedonisë, nga gazetarët e Llokut të Vëmërës ka thënë pini kafe, mirë që erdhët, ti çfarë ke bërë me ato disa plane, të Shkupit dhe ciao. Qeveria nuk dha asnjë deklaratë se për atë takim, asnjë deklaratë. Dhan deklarata këta dy. Nuk është okay, por unë vazhdoj më tej. Largimi të ambasadorit shqiptar janë bashkëruar ngjitur edhe shumë parti politike maqedonase dhe individ. Po su mërzitni e për ata. Nuk e bëjnë ata politikën, edhe pse e bëjnë zërin, por nuk e bëjnë politikën. Por ne duhet të mërzitemi si shqiptar në Maqedoni, kush do na mbrojë apo të paktën kush do ja thotë në Republikë qeverisë së Republikës së Maqedonisë në sy, pra, në tavolinë, jo prapa vije. Më ka pëlqyer një deklaratë e Zhirnovskit, i cili ka thënë se bullgarat janë rrezik për qeverinë, as serbët jo. Shoqata Paqe, Harmonisë, Stabilitet, e cila përshkruan veten si një shoqatë qytetarësh për avancimin të drejtë dhe interesit të komunitetit, ka lëshuar një thirrje publike për mbështetje të presidentit serb Aleksandar Vučić në Kumanov. Dhe për atë them ka pasur të drejtë ky që ka reaguar, sepse nëse sonte thot Mirjana Neçeska se sipas ligjit për tubime duhet të gjithë atyre protestuesve që kanë qenë nga shtetet e huaja në protestën e studentëve shqiptar të ndalohet hyrja, sepse përmend pas ka mbajtur mend një realizon. Sepse të gjithë ata pjesëmarrës të huajt mund të organizojnë protesta mitingjesh, shumë mbajmend. Të huajt mund të organizojnë protesta mitingjesh në një shtet tjetër vetëm nëse e paraqesin ata, e jo të marrin pjesë në protestat e të tjerëve. Mirjana Neçeska tha. Hyni në Facebookun e saj e ka. Çfarë nuk do dëgjosh. Këto qeni dhe këto i lexuar përveç ndonjë komunikate që t'jem sa më bindës, 20 të tjerat ashtu i përgatis. Okay. Dhe studentët mbeten me gishta në gojë. Premtimet e vlerë me afate të reja për 3 muaj zgjidhje studentëve, në ndërkohë u kalojnë afate studentëve, Bilal dhe Izet. 22 vite BDI. 22 vite BDI. Kur mos ardh në pushtet. Betonoi trasenë e nacionalizmit thojza privat, pra pasurimin e liderit plus të familjarëve, oligarëve dhe gjithë pushtetarëve. Dhe nuk çante kokën për pollën dhe nuk e meriton kthimin, veç i kemi parë. Ndryshimi i vlen. Kopja apo kopilat e BDI-s, por në miniatur shkruheshte në Facebook. Kanë kaluar afër 2 vite nga ardha e vlen në pushtet dhe shumë qytetarë, sidomos studentë shqiptar, vazhdojnë të presin rezultatet konkrete në çështjet që preken drejt të tyre. Nga protesta e parë e studentëve 6 prillit 2024 kanë kaluar më shumë se 1 muaj gjysmë, ndërsa deri tani nuk ka asnjë ndryshim praktik lidhur me provimin e respondentës apo pengesa të tjera që lidhen me përdorimin e gjuhës shqipe në institucion shtetëror. Ato si ne bëjnë një ligj tani të gjitha edhe licencet edhe ato. Hajde, jam me ju, do vaja votën prapë vlen. Bëni. Po nuk e bëhet. Mos mundi të ndryshoj. Do vazhdoni të jeni zmeqartë të Mickovskit. Deklaratat e fundit e bashkëkryetarëve të Vlenë 20 Megjitës janë marrë vesh me kryeministrin Aleksandar Mickovski dhe se problemi do zgjidhet brenda 3 muajve, po shihet me skepticizëm nga opinioni. Shumë kush pyet, pse duhen edhe 3 muaj të tjerë për diçka që sipas tyre është dashur të zgjidhej që në muajt e parë të qeverisë. Pra është blerje e kohë. Qytetarët nuk kërkojnë deklarata optimiste, por vendime konkrete dhe afate që respektohen. E mos flasim më për studentët. Nëse ekziston marrëveshje politike mes partnerëve të koalicionit, atëherë pritjet janë që ndryshimet të ndihen më njëherë në praktikë. Sidomos kur bëhet fjalë për gjuhën shqipe, një drejtë që bëron nga ligji dhe jo nga vullneti momental politik. BDI nuk pati kohë, kishte punë më të mëdha. Që t'i arsitonte Aliaveti thoshte, është çështja e Kosovës në pyetje. Kush e pyeta që tash është çështja e Kosovës? Kush ju pyet shqiptarët në Maqedoni, shqiptarët në Shqipëri dhe shqiptarët në Maltë të zgjedhën për shkak për Kosovën? Jo. Pyeten vetë kosovarët. Vetë politika e tyre, vetë udhëheqësia e tyre. Që kanë të lashë është problemi i tyre.
Studentët protestuan, ngritën zërin dhe kërkuan trajtim të barabartë, por deri tani gjithçka mbeti në nivel deklaratash. Çdo shirje e re krijon përshtypjen se çështjet e shqiptarëve përdoren më shumë për konsum politik se sa për zgjidhje reale. Merrem mend, në shekullin 21, qytetarët presin që institucionet të funksionojnë me efikasitet dhe shpejtësi. A dini se ky ligj del nesër mëngjes dhe thot jep urdhër ministrit Filkov, i cili në vazhdimsi prapë sonte ka deklarata. Unë nuk bie në presionin e protestuesve, respektoj ligjin dhe kushtetutën. Kur teknologjia dhe administrata moderne ecën me ritëm shpejt, vonesat shumë ujore për të zbatuar një të drejtë ligjore duken si mungesë vullneti politik dhe jo si problem procedural. Ligji është, vetëm duhet, çfarë nuk e zbatuan me ti? Ama kush t'ja thotë? Vleni. Vleni. Kush do marrë pastaj atë që bën Bilal Kasami? Kush do e bëjë në Shkup? Thash edhe një herë për politik. Edhe Irani po të vihet që ka adhurues tu shumë kohëve të fundit në politikë bërjen shqiptare në Maqedoni. Nuk do e bënte atë që bën Bilal Kasami në Tetov. Se ka lënë as baba, as kërkush trashëgim. Lënë diçka le të shesë edhe të tjerë, shohim se si do bëjnë nga pushtetit të tjerë. Kritesh do kishit. Çdo gjë. Për të ruajini dokumentacionin. Shtëpiak. Se si dihet të trakasin të dera thonë himja. Disa thjesht është. Disa thjesht. Këtyre ditëve ka treguar një student thot i Universitetit të Tetovës thot kaligrafi është ajo që në shkrimin ta bëjnë kur dush, si të dush, studentët e mirë. 50 euro 100 euro. Dhe pastaj befasohesh, si ytje po himja. Çdo gjë është e mundur kur është pyetje Bilal Kasami. Çdo gjë është e mundur. Keni parë një përmirësim? Jo, s'ka asnjë përmirësim që pa pastërti e madhe. Pluhuri në kul, ujë nuk ka dhe për çkatër, për të na shit, për të bërë i pasur. Po. Dorën thatë edhe ai nuk ka kaluar. Po. Dhe asgjë tjetër. Këtu pra, çdo gjë që po ndodh në Maqedoninë Perëndimore është e organizuar nga pushteti, pra VMR dhe për vlen, nëpërmes oligarëve dhe kryetarëve të komunave, atje pak ku janë shqiptarë, se nuk janë mos i kanë qenë atje pak. Pse nuk dëgjohet tash ai patrioti me bateria me ndiqyra në suk? Ai premtonte shumë të bëj këtë, të bëj atë, të bëj këtë, të bëj atë. Ja, shkoj edhe maj. Nuk tha Nikolovski se në fund të majt, ose në fillim të qershorit. Ja, dhe presim dhe qershorit. A do vinë UNESCO. Nuk është okej. Pra këtu e përshëndes ishit në podcast Mesut Shabani me Mesut Shabani. Dëgjohemi nesër mbrëmë.